Kushtetuta mbi kryeministrin, Balluku para drejtësisë, jo në mbrojtje politike. SPAK ka folur, tani është radha e institucioneve të heshtin dhe të lënë drejtësinë të veprojë. Prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka depozituar zyrtarisht në Kuvendin e Republikës së Shqipërisë kërkesën për dhënien e autorizimit për arrestimin dhe heqjen e lirisë së deputetes, ministres dhe zëvendës kryeministres Belinda Balluku, në kuadër të procedimit penal R136 të vitit 2025. Një akt i rënd, i qartë dhe kushtetues, i mbështetur në Nene 73, 95 dhe 103 të Kushtetutës, në Kodin e Procedurës Penale dhe në Rregulloren e Kuvendit. Kjo nuk është opinion, është akt zyrtar i drejtësisë. Nga funksionare e lartë, ne e pandehur. Belinda Balluku ka marrë cilësinë e të pandehurit, e akuzuar për veprën penale. Shkelja e barazisë së pjesëmarrësve në tendera apo ankande publike, e kryer në bashkëpunim, në lidhje me procedurën e prokurimit për ndërtimin e tunelit të Llogaras. Për më tepër, ajo është person nën hetim për të njëjtën vepër penale në 7 procedura të tjera prokurimi madhore, që përfshin projekte infrastrukturore strategjike në Tiranë dhe rreth saj. Unaza e jashtme, sheshi Shqiponia, bulevardi i ri, urat mbi lumin Tiranë. Projekte me vlera qindra milion euro. Projekte që prekin drejt për drejt parat e sovranit. Këto nuk janë thashe theme. Janë akte procedurale të SPAK. Në këtë pikë, kryeministri duhet të heshtë. Çdo deklarat publike nga kryeministri i Republikës së Shqipërisë që relativizon, sulmon, interpreton apo minimizon këtë proces, është politikisht e papërgjegjshme dhe kushtetuesisht e rrezikshme. Posti i kryeministrit nuk është aty për të mbrojtur individ, por për të mbrojtur kushtetutën, ndarjen e pushteteve dhe rendin ligjor. Kur kryeministri flet për një çështje penale në hetim, ai ushtron presion indirekt mbi drejtësinë, delegjitimon SPAK-on, dërgon sinjal se pushteti ekzekutiv është mbi ligjin. Kjo nuk është udhëheqje, është shkelje e frymës kushtetuese. Veprimi i vetëm i drejtë, shkarkim dhe heqje imuniteti. Në çdo shtet normal, në çdo demokraci funksionale, një zyrtar i lartë i marrë i pandehur për korrupsion largohet menjëherë nga detyra. Jo sepse është fajtor, por sepse institucioni duhet të mbrohet nga hija e dyshimit. Belinda Balluku duhet të lirohet nga çdo funksion ekzekutiv, të mos mbrohet nga imuniteti parlamentar, të trajtohet si çdo qytetar tjetër përballë ligjit. Imuniteti nuk është mburojë penale, është procedurë, dhe kur procedura pengon drejtësinë, duhet hequr pa debat. Barazia para ligjit nuk negociohet. Nëse një qytetar i zakonshëm akuzohet për shkelje në tendera, arrestohet, hetohet, gjykohet. Nëse një ministre akuzohet për të njëjtën vepër, nuk mund të trajtohet ndryshe vetëm sepse ka pushtet, sepse në atë moment shteti pushon së qeni republik dhe kthehet në regjim privilegjesh. Shqipëria e drejtë nuk ndërtohet me deklarata, por me dorëzim përpara ligjit. Nuk ka Shqipëri të drejtë nëse kryeministri mbron të dyshuarit, nëse kuvendi bllokon SPAK-un, nëse imuniteti përdoret si stre, nëse pushteti friksohet nga drejtësia. Posti i kryeministrit nuk ekziston për të shkelur kushtetutën, por për ta garantuar atë. Kush nuk e kupton këtë, nuk e meriton atë post. Drejtësia duhet të flasë, politika duhet të heshtë. Çdo rrugë tjetër është tradhti ndaj ligjit, sovranit dhe republikës. Belinda Balluku nuk duhet mbrojtur, duhet hetuar, dhe vetëm kështu mund të kemi një Shqipëri të drejtë.